investim madhështor dhe po ta kishim sot atë pse çfarë kishte ai kombinat, pse duhet shkatruar ai kombinat. Sot po investohet dhe po merret para për të investuar pikërisht në këto që ne i kishim ato bazat e. E kuptoj. Mirela, zonja Jorgo, në 11 zgjedhje parlamentare të zhvilluara në Shqipëri pas rrëzimit të komunizmit, 7 herë kanë fituar të majtë dhe 4 herë të djathët. A ka ndonjë domethënie ky bilans? Çfarë ka për ju? Unë e kam thënë shpeshherë dhe domethënë ne u krijua atëre forca e djathtë, ishte forca e Partisë Demokratike dhe aty u futën ishte të përndjekurit politik, njerëzit me bindje të djathta, por me kalimin e viteve këta që ishin eksponent vërtet të djathtë, me bindje, me vlera, parime, u shkëputën gradualisht nga Partia Demokratike dhe fati tyre pasaj dihet, kanë qenë figura shumë të rëndësishme të Partisë Demokratike që më vonë pasaj ca shkuan emigrantë, sa përfunduan morën drejtim tjetër dhe pasaj Partia Demokratike erdhi me rryma të ndryshme, aty pasaj u futën figura të tjera, të cilat shumë pak kanë mbetur nga ato emrat që vërtet kanë qenë të skalitur. Dhe unë mbaj mend që Partia Demokratike në ato vite ka patur figura intelektualësh të jashtëzakonshëm, me domethënë figura politikanësh që kanë lënë vend në pjesën e politikës. Por ajo të cilët unë dua të theksoj është fakti që ky popull, me thënë të drejtën, është i majtë. Unë e kam vëre këtë pjesë. Është i majtë? Është i majtë. Pse? Është, domethënë, nuk e di pse e kam vëre, pra në fakti që po tregohet që shpesh në votimet politike shifet që ka, domethënë, fitore më tepër e majta, ka domethënë edhe kjo. Shikojnë që pjesa dërmuese aty me bindje të djata kanë ikur emigrantë. Nuk u pëlqen edhe elektorati i gri. Domethënë, jashtë kanë ikur njerëz që kanë qenë vërtet me bindje të djata, që shikojnë kanë qenë të zhgënjur nga situata politike, dhe një pjesë e tyre janë ata të cilët janë elektorat gri, që nuk besojnë as tek e majta as tek e djata. Por shpesh shoh që me aq sa jemi të kurrë ne si popullsi, pjesa dërmuese e shikoj që janë goxhat, domethënë votojnë kështu. Partia e socialistëve që është partia e majtë ka besnikët e saj. Domethënë jetë e moda ata nuk e ndryshojnë atë bindjen e tyre. Janë të majtë. Zonja Jorgo, ju keni votuar vetë? I keni votuar në të 11 zgjedhjet? Kam patur dhe që kam qenë elektorat gri. Domethënë pjesa dhe unë u futem tek ajo pjesa e elektoratit të cilët kam ato rezervat e mia për të Jo, a ke votuar? Ke votuar? Po, kam votuar, patjetër që kam votuar, kam votuar, po s'na bëj PD. Nuk mund ta them se për kë kam votuar, sepse shpesh jo, nuk e them publikisht sepse nuk është në preferencat e mia të them për kë kam votuar, por unë, domethënë, im shoq ka qenë ndër themelusit e Forumit Rinor të Partisë Demokratike në Gjirokastër. Domethënë, im shoq ka qenë një ndër idealistët ndjes pas, sepse unë e kam dhe me këtë rast, Mirela, me këtë rast shprehim edhe ngushëllime, se nuk është se ka shumë që është ndarë nga jeta dhe në moshë shumë të re madje, të shprehim ngushëllime për këtë humbje të rëndë tuaj dhe familjes tuaj. Dhe ai shpeshherë më ka futur në atë pjesën sepse ai vërtet besonte tek vlerat e së djathtës, edhe ka qenë familja e tij ka qenë e djathtë. Dhe unë, domethënë, më ka besuar, po ishte i djathtë shumë i moderuar. Domethënë, ai e urrente militantizmin. Ishte shumë i moderuar, kishte miq të majt, miq të djathtë, ishte një natyrë shumë liberale, por duke qenë dhe jugor, shumë i avancuar, shumë i civilizuar. Mua s'më ka penguar asnjëherë në kontributin tim në shoqërinë civile, ka qenë i jashtëzakonshëm dhe prandaj them që duhet patjetër të ketë ndryshim, duhet të ketë ndryshim në afrimin e figurave të cilat mendojnë për vendin dhe kanë dashuri për vendin.
Zonja Jorgo, ju thatë me që ishte jugor, po pse veriorët si janë, se Kanada? Jo, edhe veriorët patjetër. Unë një pjesë të origjinës time jam kosovare nga nëna, sepse nënën time kam nga Peja me origjinë nga, do me gjyshim është nga Peja e Kosovës. Me çfarë emri? Kam gjatë kosovari dhe në dejet e mia. Por Me çfarë emri nga Peja? Janë Hasanaj dhe janë goxha. Kanë ardhur në vitet 30, mos gaboj? Si? Kanë ardhur në vitet 30? Po. Në vitet 30 kanë ardhur. Sepse kanë ardhur në Tiranë? Jo, kanë qenë gjyshin, kanë qenë në Korçë. Aty pastaj është njohur me gjyshen time në Korçë. Edhe lindon mamaja ime ka lindur në Korçë, tezja ime në Korçë, daja ime në Korçë, dhe shpeshherë unë nuk bëj dot dallimin jam korçare nga nëna apo kosovare, po shpeshherë im shoq ndjes pas, më thoshte kur më hypte ai damari im për një diçka që thoshte dhe kumbullja ai insistoja, më thoshte që ti ke kokë kosovari, më thoshte shpeshherë. Nuk e bëj ndarjen. Okej, kjo përgjigje, po kisha diçka tjetër. Ju thatë që ne kemi shumë probleme si shoqëri, por këto tregojnë edhe në një renditje tjetër që kam bërë unë. Kozgjatja e kryeministrave shqiptar, ne kemi 33 kryeministra, është e tillë. Mehmet Çeu 27 vjet e 3 muaj, Edi Rama 12 vjet me mandatin që mori tani bëhen 16 vjet, Enver Hoxha 9 vjet e 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet e 1 muaj, Sali Berisha 8 vjet. Çfarë do të thënie ka kjo për ju? Do me thënie, unë shikoj që skena politike dominohet nga dy figura që janë Sali Berisha dhe Edi Rama. Do me thënë për 33 vjet këto figura janë vërtet figura shumë të forta. U harrua Fatostano? Më fal, po, edhe Fatostano. Unë për Fatostano e shoh si figura më liberale në politikën shqiptare. Bëri shumë mirë që ma përmendi, se kemi jetuar dhe kohën e Fatostano, shumë liberal si politikan dhe një politikan i cili ofroi dhe e moderoi pak a shumë të majtën dhe kishte figura shumë të rëndësishme të majtës në gjirin e vet. Do me thënë, figura të fuqishme politike të së majtës janë vërtet figura në kohën e nanës, ishin, do me thënë, kanë imazh goxha të fortë si politikan. Po sot për sot imazhet janë, do me thënë, Edi Rama dhe Sali Berisha. Të dyja këto figura po e kanë përforcuar ndikimin e tyre në politikën shqiptare dhe nuk e di ende nga e djata, sepse për shkak të moshës zoti Berisha nuk e di kush do të jetë më tepër, domethënë pasardh si ti, por e shikoj që këta janë dominant në fushën e politikës. Për sa i përket figurave të tjera, kodi zgjedhor nuk ta lejon që të lulëzojnë këto forcat e tjera të vogla, sepse kodi zgjedhor ka hyrë me marrëveshje të këtyre dy forcave politike, të cilat kërkojnë monopolin dhe kërkojnë pushtetin brenda skenës politike. Kështu që prandaj tash që ne pjesën e autokracisë e kemi si shqiptar, ne shikojmë edhe tek pjesa në familje. Domethënë duhet një analizë shumë e hollë tek pjesa e karakterit që kemi ne si shqiptar, që nuk heqim dorë kollaj kur marrim një post ose kur kemi një pozicion, qoftë në familje. Edhe Federata Pikpongu ti ka 30 vjet, nuk e ndryshon drejtuesin. Eksakt. Unë po shikoj, jo vetëm ato, po ne po shikojmë. Avokati popullit po bën 3 mandate. Ka pozicionit të tij, ai komisioneri mbrojtjes drejtave që mbrojtjes së dhënave tona personale dhe ai që në 2013 më duket që është emëruar, domethënë pjesa dërmuese e institucioneve shtetërore që janë institucione të cilat kanë të njëjtën drejtues dhe nuk po kemi më ndërim drejtuesësh në institucione dhe po pretendojmë tash që këto në pjesën e politikës shqiptare të kemi ndryshim të politikës. Tashi duhet fillojmë dhe një nga vita të kuptojmë që pse nuk po e lëshojmë kur marrim një post drejtues ne nuk heqim dorë dhe nuk lëshojmë. Po pra, nuk është vetëm Edi Ramës kjo, se po e themi Edi Rama 4 mandate nuk ikën, nuk është edramiste kjo është shqiptare.
Jo, ky është fenomen që ne kemi si popull, një veçori që e kemi. Ne e themi jemi, jam unë edhe pik. Si t'ja bëjmë? Diçka nuk shton tek ne. Si t'ja bëjmë, Mirela? Si ta ndryshojmë të? Si ta ndryshojmë? Shiko, nuk është problemi se si ta ndryshojmë ne. Këtu kemi, problemi është se vendi jonë, Shqipëria është një vend i cili është i rrethuar nga ne pretendojmë që e kemi fituar pavarësi në vitin 1912. Unë shpeshherë kam thënë edhe kam patur kurajë shumë të madhe për të thënë, e kemi fituar për të pavarësi si kombë dhe si shtet në 1912-ën. Unë vazhdoj të themi që ne jemi shtet i cili jemi të shumë të përqendruar tek pjesa se çfarë thon ambasadat. Jemi në varësi të ambasadave dhe në varësi të ndërkombëtarëve. Kështu që dhe pjesa e këtyre liderëve që ne kemi, kanë një dorë Mirela, shumë të Zonja Jorgo, tani ne jemi një shtet i vogël dhe një shtet i vogël me një popull i vogël dhe siç thoshte Stefanoli, çdo gjë kemi me pak, sigurisht kemi nevojë për një mbështetje dhe atë që ju po thoni që e kemi mendjen çfarë thon ambasadat, besoj e ke për amerikanët, por ne ekzistojmë se deshin amerikanët. Kosova ekziston si shtet se deshin amerikanët. Tani mos ta kemi ne këtë që na garan nga qielli këtë mbrojtje, si thua? Shko, një shumë mirë, okej, kemi mbështetjen amerikane. Kur do kemi ne mundësinë që të ecim me këmbët tona? Unë nuk e shoh asnjëherë. Por ne i kemi bërë përpjekje Zonja Jorgo në 38-ën dhe në 39-ën, ajo Italia që jeti aty na fshiu nga faqe dheut, na pushtoi. 800.000 banor ishe Shqipëria, Italia ishe 40 milion. A mund të përballonte një vend i vogël me 800.000 banor, një Itali me 40? Asnjë shtet i madh, zoti Roland, asnjë shtet i madh që të merr në protektorat nuk të merr për bamirësi. Secili ka interesat e veta gjeostrategjike. Po mirë, të bëjmë pyetje. Çfarë dëmi na ka sjell ne Amerika? Jo, nuk mund të them çfarë dëmi na ka sjell, po unë mund të them çfarë investimesh ka bërë Amerika tek ne. Këtë pyetje unë e bëj. Unë pretendoj që Amerika për 33 vjet që na ndihmoi për të kaluar në demokraci, çfarë investimesh ka bërë Amerika tek ne? Ja ta them unë që është madhor, është kombëtar dhe është lidhet me kombin. Themeloi shtetin e Kosovës. Pak është kjo? Do me thonë shteti Kosovë është themeluar nga Amerika? Po patjetër, pse nga kush e themeloi? Italia që jeti aty? Atëre përse e themeloi Amerika shtetin e Kosovës? Tani arsyet janë 1 milion, por më e rëndësishme është ajo që një arsye, pse e themeloi Amerika shtetin e Kosovës dhe çfarë interesash ka Amerika te Kosova? Ka vetëm një arsye, që ajo thjesht e themeloi. Tani ne duhet themi ore, pse e bëri kjo këtë, apo të themi faleminderit Amerikë që themeloi? Po patjetër, kur ti më bën një të mirë, unë pyes, përse ma bën këtë të mirë? Ma bën sepse je i mirë, apo ma bën se mbas kësaj të mirë e ke diçka tjetër? Sepse arsyeja që NATO, më saktë Amerika sulmoi Beogradin, ishte një nga ato, kur është bërë arsyetimi logjik i vendimit për të sulmuar Beogradin, është genocidi i dytë më i madh në shekullin e kaluar mbas hebrejve, ai që serbët i kanë bërë shqiptarëve. Është e shkruar e Zezamit të Bardhë. Unë gjithë jam e parimi që popujt duhet dënosin vetë për fatet e tyre. Shpeshherë këto shtetet e mëdha që vinë si protektorat i popujve të vegjël, koha e ka treguar që kanë patur nga pas edhe interesa shumë të forta, sepse nuk të vjen njeri të çlirojë dhe të krijojë si shtet pa interesa të forta që ka. Mua ajo që më dhëm në vendin tim është fakti që pjesa atyre që kemi patur prona publike dhe që kanë qenë shumë të rëndësishme për pasurinë e vendit tonë, sot janë dhënë të gjitha me koncesion dhe sot janë njerëz tjetër kush që janë marrë pjesë të Shqipërisë edhe po i shfrytëzojnë dhe ndërkohë shohim që ana ekonomike e njerëzve është shumë e dobët dhe të mendosh që ky vend është kaq i pasur në minerale, në Zonja Jorgo, mos thuaj që vdesin për bukën e gojës, ë? Po,
nuk do të vdesi për bukë, ka që vdesi për bukë të gojës, po unë shikoj që shtresa e mesme po bjerret, po zbehet, dhe nuk është ajo shtresa e mesme të cilët ne vërtet, sepse shtresa e mesme është shumë e rëndësishme për vetë faktin, sepse dikton edhe gjendjen politike të një vendi. Në qoftë se ngrihet shtresa e mesme dhe zgjohet, keni për të parë që çfarë përmbysjesh radikale bën shtresa e mesme në një situatë politike të një vendi. Unë e shikoj që shtresa e mesme, unë hyj te shtresa e mesme, dhe unë e shikoj dita ditës xhepat e mi boshatisen dhe kam të vështirë. Unë në fundit edhe pse bëra dokumentat italiane, Mirela, na e kpute shpirt Mirela, po kështu që ti boshatisen xhepët, nuk më dukesh e këtij formati Mirela tani, mos ta bëj kështu tani. Ka që pak naqur. Jo, e këtij formati unë e shikoj tek pjesa, nuk jam në gjendjen ekonomike që kam qenë para disa vitesh me tani, të krahasoju. Po mirë, me cilin vit fjala vjen? 2000? Unë shikoj vitet e fundit është trënguar sidomos pas rënjes së pandemisë, situata ekonomike shumë e vështirë. Jashtëzakonisht e vështirë tek njerëzit. Është shumë e vështirë. Pse votojnë Edi Ramën o Mirela pastaj? Ato nuk e di pse votojnë Edi Ramën, ose ndoshta kanë, unë nuk është bërë një analizë për të parë nëse elektorati gri sa përqind është, dhe sa përqind votuan dhe sa përqind ishin jashtë. Unë nuk e kam parë një analizë që të bëhet nga anë e analistëve tanë për të parë sa është elektorati. Unë shikoj të rritjet e elektoratit gri. Dhe kjo është shumë e fortë për të parë që diçka nuk shkon në politikën tonë. Duhen ndryshuar rregullat e lojës politike, rregullat e kodit zgjedhor, për të parë nëse në çfarë vendi dhe në çfarë situate ndodhemi ne. Kështu që pjesa e asaj të cilën ne themi terreni politik duhet parë që pse është rritur elektorati gri, pse s'po besojnë fort tek dy forcat politike. Rama është një lojtar shumë i madh tek pjesa e lojës politike. Unë e shikoj si luan Rama me kundërshtarin e vet. Dhe fakti si luan me kundërshtarin e vet, do të thotë që ai me kundërshtarin ose me opozitën, ai as i burgos, as siç mund të bëjnë disa udhëheqës autokrat, por ai i blen. Ai shikon se çfarë. Po, i blen. Kë ka bler? Domethënë kjo është taktika e tij. Ai i blen. Kë ka bler Mirela? Kë ka bler Edi Rama? Një pjesë të eksponentëve të opozitës i ka bler, po si jo? Me tendera, me lejë ndërtimi, me të gjitha. Më thuaj kë? Kë personazh, kë politikan të opozitës? Jo, unë me emra nuk flas. Po pastaj mos i thuj fare pastaj. Jo, po duhet i themi, këto pjesë, papati, unë jam e vërtetë ato që them, edhe kam binjet e mia. Zonja Jorgo, se të respektoj shumë, dhe të vlerësoj shumë. Tani, ti po thua Edi Rama ka bler politikan të opozitës. Nëse ti nuk thua kë, kjo pastaj nuk vlet. Jo, nuk shiko. Lejët e ndërtimit të gjithë i dim se si Jo, unë si di për shembull. Si? Unë nuk e di kush i ka marrë dhe kush i ka dhënë. Lejët e ndërtimit? Po. Janë të njëjtët ata biznese të cilat kanë punuar si me kohën e opozitës ashtu dhe me kohën e ata janë politikanë, ata janë biznesmen. Po pas biznesmen e kush qëndrojnë? Nuk e di këtë, ti do të thuaj ti. Akuza jote. Zonja Jorgo, akuza jote është shumë e rëndë që deputetë opozitës janë bler. S'është e rëndë, shiko, unë kam qenë një ndër aktivistët e teatrit për mosprishjen e teatrit kombëtar. Po, do ta bëj pyetje direkte, po. Dhe aty unë thosha shpesh që do ngrihen kulla. Dhe kullat që po ngrihen aty janë, domethënë po shikoj që Tirana po rrethohet komplet me kulla. Zëri im ka qenë që të mos prishej teatri kombëtar, kam dhënë arsyet e mia. Por e pash që më vonë aty një pjesë e eksponentëve aty e shfrytzuan për karrierën e tyre politike. Kush? U kam folur ashpër. Kush? Dhe në atë moment u tërhoqa se e pash ajo kaos po përdore për benefite politike. Unë nuk isha për benefite politike, unë isha duhet të ruaj godinë e teatrit kombëtar. Dhe ne e dim shumë mirë kush do ndërtoj kulla. Ne e dim shumë mirë ata persona të cilat merren me ndërtim dhe marrin leje ndërtimi
nga qeveria dhe e shohim që situata mua nuk më pëlqen fare. Dhe prandaj them që është rritur elektorati gri. Elektorati gri po rritet sepse nuk po beson më Nuk po je prova, Mirela, nuk po je prova për këtë, po thua kështu në përgjithësi. Sepse nëse do thoshe që Edi Rama ka